Selam aleikum, hoqë, një vit jam e martume, po kur rahat vetëm të bërtit me borën nuk po di ku është probleme, që kështë mujtë me në ndihmo. Martesa nuk është sikur sa ajo që e ndrojnë djemët ose vajzat në për andra ose që e lexojnë në për libra, romane dhe filmat fantazis. Martesa i ka mirësit, por edhe vështirësitë e veta, sidomos vitin e parë. Prandaj, edhe psikologët këshillojnë që çdo që ndodh, duhet më mundu burri dhe gruaja asesi mos marrë deri te ndarja bile vitin e parë, më mundu me gjetë veten. Martesa, përveç që është dashuri, është edhe mëshirë, respekt njëri për tjetrin. Edhe atër kur dashuri është kur janë rregull zësan dhe mëshirë janë atër kur njëri ka disa vërejtje. Por edhe duhet ta kuptoni një gjë. Martesa është edhe kompromis. Çka kam për qëllim me fjalën kompromis? Më thonë gjithë secili nga pak me lëshu penë për hatët e disa gjërave tjera. Lëshon penë në diçka për marrë diçka tjetër. Qashtu edhe burri, ashtu edhe gruaja. I lanë do qefet veta, do cikrime, për një synim më të madh, mos më prish. Me qëndru të partuar, është më e arsyeshme se sa thjesht njëri më kap për një diçka dorës dytë. Më pëlqen mu ta vendosi qepën në gjell apo jo. Nëse s'pëlqen, shko te babait po të lëshaj. Ja. Këto janë cikrime dorës dytë. Nuk bën mi prish gjërat e dorës parë për këto cikrime dorës dytë. Pashtu i themi vajzës, ke shku në shtëpi pa tham të huj për mu bo shtëpia jote. Nuk je aty tash ti mbreti. Nuk je ti e zoja asaj shtëpie, ka daldale dhe ki mu bo zoja asaj shtëpie. Por dush mu përshtat pak. Më përshtat me rregullat asaj familje, përderi se janë rregullat mbrana halalit. Edhe nga ana tjetër i themi djalit, mos mendo tash që ke marrë një vajzë, edhe ti je aty mbreti. Ti je aty që ti kullesh veç ti. E ke marrë në amanet të Allahut vajzën e huj. Ajo kalon familje, babe, nane, vllaznie, krejt, ku arrit aty ku i ka ëndrat e veta për ty. Mos u sill keq pse tash ki mundësi dhe je kapadai. Vajza le lëshon pe, edhe ti lësho pe. Ka për ty aty. Respektoje. Mos ta ndin veten e huj në shtëpi të saj tash që është shtëpia vet. Pra gjithë secili nga pak le lëshon pe, por edhe gjithë secili le të di përgjegjësitë e veta. Pa bë tolerime. Nuk arrihet deri tek një mirëkuptim, nuk ka perfekt asnjë burr, asnjë grua, asnjë çift. Prandaj lëshoni pa aty ku duhet me lëshu pa. Allahu ne moftë.